Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Waliyu Salihin, Wal Muslihin, Wassalatu wassalamu ala khayri man salla wa sama wa tafa bi bayt al-haram nabiyyina Adnan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu ta'ala afanandrai. Ati I përgjohëm prej ti ndim dhe fali kërkoj. Salavat dhe salam mbi të dërguarën Allah alayhi salatu wassalam, dërgoj mbi familjen e tij të bekuar, shokët e tij të respektuar dhe mbi gjithë ata që e bartin dertën e tyre dhe I ndjekun hapat e tyre deri në ditën e fundit në këtë botë. Jena duke folë për shëmbëltyrën më të mirë Muhammedin alayhi salatu wassalam, edhe kemi marrë disa aspekte se si I dërguari I Allahut alayhi salam na shërben si model I jetës në jetën e përditshme. Ndërsa sot do të vazhdojna me disa aspekte tjera që mujna me përfitu shumë prej jetës tina, pasi që nuk ka mundësi mu praktiku ajeti e as mu kuptu hadithi nëse nuk jena model me pa praktikisht se si ka vepru pejgamberi alayhi salam. Dhe falë Zotit, këtë projekt e kena I dërguari Allahut alayhi salam është shëmbëltyra jona. Allahu azza wa jalla në Kur'an na bën të qartë se duhet me ndërtu jetën mbi bazën e sunetit I duke thonë laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wa yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Shëmbëltyrën se si duhet me jetu e kenen pejgamberin alayhis salam për krejt ata që e kanë ndërtë Allahun dhe takimin me të ditën e gjykimit dhe për krejt ata që e përmendin Allahun me një përmendje të madhe. Dhe për këtyre aspekteve është edhe durimi I pejgamberit alayhi salatu wassalam në raport me njerëzit. Jetojnë në një kohë që durimi është sos e veçanërisht kjo vërehet në praktik, sidomos në komunikacion. Shumica njerëzve në farë mënyrë e tregojnë realitetin e tyre në raport me njerëz në komunikacion duke u bërë nervoz për asgjë, duke ngrit zonën, duke ofendu, e pastaj në tregti, e pastaj në jetën e përditshme, ka humb durimin mes robëve të Allahut. Krejt kjo për shkak se nuk e kanë ndërt fort llogaridhanjen. Me pas kamera, me thonë janë të dëvëzhgu. Policia ai fillon me ndru qasje me njerëz, ose me thonë veç që policia për para, ai krejt një qasje tjetër e ka, por fatkesisht raporti me Zotin është në atë nivelin më të ulët mundshëm dhe harron krejt se Allahu I lartëson thot alam ya'lam bi anna Allah yara, a nuk është e ditë se Allahu është duke e pa. Ndaj pejgamberi alayhis salam e kena në këtë aspekt shëmbëltyr kur ka qenë me njerëz, ka qenë me një moral që Aisha radiallahu anha thoshte ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam I turpshëm në raport me njerëzit, sikurse nusja re ku shkon spari. Qysh turpruhet, që ashtu ka qenë I turpshëm. A ka mundësi dikush prej neve me pas qasje të keqe me një njeri që turpruhet edhe më na këshyr në fytyr, e lere më na thonë ai fjalë që nuk e dëshirojnë. Pa dyshim se jo, njeri është gjendje sociale, që shë raportin e tjetërin ndaj tij, mënohet me kthy. Nëse jena na turpshëm ndaj njerëzve, besojnë në Zotin se edhe sjellja e njerëzve ndaj neve do të jetë e njëjta ose e ngjashme me ato. Është një hadith që e përmend Imam Buhariu në Sahihun e tij prej Amr ibn Asit radiallahu anhuma, e që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë lejse bi fadhin wala ghalid, nuk ka qenë I ashpër, as nuk ka qenë fjalë fys, as nuk e ka ngrit zonën tregje, që është bojnë traktarët për mëshit, edhe nuk e këthënte të keqen me të keqe, po falte dhe mëshirante. Do më thonë që ky përshkrim është I detajun në çdo aspekt. Nuk ka pas ashpërsi, nuk ka qenë fjalë ranë, nuk ka ngrit zo, krejt këto janë, Allah na fal, simptomat njerëzve që Zoti ngjason Kur'an me
ke sautil hamir, me atë zonën e gomarve, që ngritën dhe prej mlefit madh bëhen pengesë për njerëz që janë afër tyre. Kështu s'ka qenë pejgamberi, e nuk e kthen të keqen me të keqe. Dikush i bën të keq, nuk ka ndodhur kur në jetën e tij me ja kthy me të keqe. Kena qindra, ndoshta edhe mira raste që ka qenë pre e provokimeve, po nuk ndodhte me kthy. Për rasteve që gjithë i dina, është me agjën e tij e Ebu Lehebin, i shkonte pas, kur njerëz i thërte në atë suqin, në tregun Uqaidha, që i njohën në treg në Mekë, thoshte ajuhanas, qulu la ilaha illallah, tuflihu, o ju njerëz, thuni la ilaha illallah, se kështu pështoni. Shkonte Ebu Lehebi pas ti dhe thoshte, këtë dhe bëmno e khi, po gënjen djali vllata. Nëse ty të kish ordhë 5 herë për mas një njëri, edhe të kish thonë po gënjen, qysh kishin reagimi jotë? Jo 5 herë, jo 10, jo 1 ditë, jo 2 ditë, po me vjetë, me 10 vjetë, i ka shku për mas dhe që ka qenë qasja ti. Apo kur ja vendeste të mbeturat e kafshës të këshpia vetë. Kena shumë raste që falin shprej ato plancin, ato gjymtyrët e kafshëve që nuk hahen, i mbledhne, i mbledhte Ebu Lehebi dhe i vendeste para deres të pejgamberit. Gruaja o mra'atuhu hammalat al-hatab, aja gruaja tina mbledhte thera dhe gjëmba e i vendeste në rrugë pejgamberit. I jubën me thonë i vendeste gjëmba, po ka mujt me pasën, ata që paramenojnë ditën edhe natën si ditë edhe në tonë. Për ditën kuptohet, po për natën s'ka pas dritë, as s'ka pas reflektor, as s'ka pas ndryqim që së të eksistojnë, do me thonë edhe ato sandalët apo mbathjet që i ka pas pejgamberi alisam s'kanë qenë kësaj cilësie që të edhe me shkel në gojë sot se rrezikon komen. Kanë qenë shumë kualiteti dëvë, do më thonë një thira, vëgëli ka shku koma dëmë, e lërë mo me 10 vjetë, ka zxatë kjo torturën dhe ti. Po kur, në asë një rast, në asë një mënyrë, nuk e këthënde vese me mirë, vese me mirësi. Apo, a rast e tjera që janë të njohura, thot Aliu radiallahu anhu, njëherë kom qenë të qabja. Edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kishin kap mushrikt e Mekës e Rahnin, nuk prekten tokë prej goditjave. Derisa njëri prej tyne, një litar të qabës, ja mendosim në fët dhe i ke me plasë. Tha erdhe Abu Bekri duke vrapu, dhe thoshte e taqtulune rajullan e yaqula Rabbi Allah, a jeni duke mbyt një njeri që gjinohi i vetë në ti është që po thotë Zotë jam është Allah. Pastaj thotë e rahën Abu Bekrin deri sa e qëtën të lege. Thotë e adet unë isha fëmi në moshën 10 apo 11 vjeçare për në vitet e para. Por asësi kur pejgamberi sallam mori pushtetin nuk u hakmar për kundrazi, thoshte idhhabu antum at-tulaqa, pas 19 vjetë të shpalljes, kur e shliroj Mekën, e vetë një gjë që ndëgjohi prej gjuhës tina ishte shkone se ju jeni të falën. Që kjo është sjellja që na do të me bo, s'po thëmë me armiq, po të paktën me rob të shpisë. Wallahi, sot që silëm shumica jonë, me gru, me fmi, me non, me bob, me atar të familjes, motër vëlla ngjashme, pejgamberi alayhis salam nuk është sill me armiqt më të mëdhenj. Nuk është sill me armiqt më të mëdhenj. Ndaj kjo do të na shërby gjithmonë me pas kujdes se nuk rritet bima prej buvullime, por rritet prej shiu. Ndaj për ngritje zonet, fjalës të keqe nuk ka dobi kërkush përveç iblisit edhe ushtrisë tina që nëpërmjet këtyre gabimeve tona ata i përdorin për më na përqa, për më na dopsu, për më na shkatru dhe për më na bo sikur se
sot është gjendja e këtij ummeti të shumt në numër, po sigur se shkuma pa asnjë vlerë. Allahu na ruaj. Prej gjona tjera që autori përmend, thot pejgamberi alayhi salam është shembull në istighfar. I dërguari Allahut alayhi salam kërkonte shumë falje Allahun azza wa jall. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadithin që përmend Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, thot ja kum një istighfarin e pejgamberit alayhi salam në një nejt të vetme deri në 70 herë, në një transmetim deri në 100 herë, bënte astaghfirullah wa atubu ilay, kërkoj falje për Allahut dhe tek ai pendohem. Kjo është moto e jetës tonë. Njëri është në dunjon mes dy fazave, fazës mirësisë edhe gabimit. Mirësia kthehet me falënderim, për këtë shkak Allah thotë wa in shakartum la azidannakum, nëse më falënderoni unë ja ushtoj, dhe është Allah na falt në atë gjendjen e gabimit. E gabimi nuk përmirësohet vetëm me pendim dhe kërkim falje. Ndaj gjithë na gabojna, është njerëzore me gabu, po është prej imanit mu pendu prej gabimit. Allah azza wa jalla sura Ghafir thot Ghafiru dhanb qabilu tawb shadidul iqab. Thot është Allah që fal gjunohin, e pranon pendimin, po nëse pas gjunohit nuk ka pendim, vlen aspekti tjetër që dënon rrept. Ndaj nuk shkon gjunohi pa pasojë. Amon më shëndru në gjunohi sevap mënet me pendim, që sot Allah illa men tabe wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Përveç atyre që pendohen edhe bojnë vepra të mira, këtyre Allahu ja shëndron gjunohen sevape, vërtet Allahu falë në mëshiron. Ky është ajeti më shpresdhënës në Kur'an. Nuk po thot vetëm fal, nuk po thot vetëm pendimi është shkak për mos mund përmend gjunohi, jo, po thot shndrohen sevap. Edhe mas çfarë gjunohem po vjen kjo ofertë, po vjen mas shirkut nëse pendohet, mas vrasjes edhe zinas. Domethënë 3 mëkateve tepër të mëdha. Nëse njeri pendohet, zinoja shndrohet, më falë natën, apo me krye, si me krye umre, apo e kështë më radhë, haqë, apo ngjashme, e njëjta vrasja, e njëjta shirko. Ndaj vllazni, pendimi do të më konë pjesë përbërëse e gjithë neve. Pejgamberi alayhis salam hadithin që transmeton Abu Huraira thot wallahi li anni astaghfirullah wa atubu ilayhi 100 marra fil yawm, për Zotin, unë kërkoj falje dhe pendohem tajmin e pendim të sinqert 100 herë në ditje. Kjo çështje 70-100 nuk është në aspekt veç 100, jo 99 as 101. Po edhe në shtojnë natë ku më thirr 100 herë. Sa që thirr 100 herë për këtë thirr shumë. Kjo tregon shumë. A ka mundësi më kom 5000, ka mundësi. Që thot Abu Huraira, unë në ditje kërkoj falje prej Allahut 12000 herë. Se ka qenë gjunohat e mia. Apo që kena rast të peselefit që thot unë thëm në ditje subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, pra madhrej Allahun 200.000 herë. Dhikrin jetën e tyre ka qenë diçka e pandashme, saqë Hasan al-Basri thot edrektu qaum i kom arrit do burra që mi pas po jo thot tabenve dhe vazhel edhe tabenve kishim mendu se janë çmendur për shkak dhikrit madh që bojnë. Kanë gjasu me njerëz që sot janë të pakuptueshëm për shkak dhikrit madh. Thot se Sheikh Ibn Baz rahimahullah ka qenë një prej shembujve të dhikrit madh, so që thështë e vendaste shimakun në gojë kur hinte në banjo, se ishte mësu gjuha ti me përmen Allah. Dhe me thonë deri në këtë mos, ka qenë që ka përmen Allah. A dohet të paktën na me pas një verd, është për qëllim verd një kohë, që çdo ditë e bojna dhikrin e mëngjesit në mbrëmjes, të paktën e lexojna një gjys,
të paktën kërkojna faljen 500 herë, salavate 300 herë, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim të paktën 300 herë. Istighfar e kështu me radhë, dhikret. Po, Ibn Qayyim thot, në herë qëndrova prapa Sheikhul Islam Ibn Taymiyes dhe pas e fali sabahun qëndroj ulun deri qurabatu dhahira. Dhahira i thonë pjesës para drekës deri gati në zenit. Pak para zenitit. Të qëndroj gati. Të përmend Allahun, pastaj thasha kështu vepron çdo ditë. Tha nëse se bëj këto nuk kam forcë. Këto e bëj çdo ditë. Suksesin në dunja, suksesin në ahiret. Në aspektin e imanit, po flas në aspektin e dunjas, po të imanit. Ngritjes tek Allahu është nëpërmjet dhikrit. Allahu Azza wa Jalla na bën obligim që me një përmendje të madhe, duke thonë ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, o ju që keni besu, përmendni Allahun me një përmendje të madhe, përmendni Allahun me ngjes e mbrëmje. Kur është kjo forma me ngjes e mbrëmje, është një farë mënyrë të ankohen. Se dita i ka dy gjana, ka ditë dhe ka natë. Me ngjes e mbrëmje, do të thonë të ankohen përmendë Allahun e lartësuar. E pse me përmend ka shumë, çka është stimulimi, shkaku që na do të me përmend Allahun, përveç shpërblimit madhështor, që e din hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij me zinxhir të saktë transmetimit, thotë kur është taku pejgamberi alayhi salatu wassalam me Ibrahimin alayhi salam, ky takim i njerëzve gjigant në Miraj, o fjala në Mirajin e pejgamberit alayhi salam ju taku ku në xhenet. Dhe ky takim ka ndodhur në qiellin e 7 tek çabja me legëve. Ibrahim a.s. ka qenë mbështet për ta. Pastaj na intereson shumë me ditë se çka kanë folë këto dy njerëz ndaj e prej sanave që kanë thënë thotë selam bëni umetit ton edhe tregojo selam prej xhenetit, prej njerëzit xhenetit, prej babës tauhidit Ibrahimit a.s. tregojo se xheneti është një tokë e pambjellur e rrafsht, e njerëz të mbjellën me dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Këto janë shkaqe që mbjellen pëm xhenet. Përveç kësajna, ajo madhështoria, ajo që menja njerët mos me kon ajete dhe hadithi nuk e kish perceptu, është se Allah thot fadhkuruni edhkurkum washkuruni wala takfurun, me përmendni mu, ju përmendni juve, me falënderoni e mos me mani. Shkaku i mohimit Allahut e mos falënderimin ndaj tij është se njerëzit nuk e përmenden. Edhe përveç kësajna është natyrshme me përmendje i dobtit fortin. Po është fjesë natyrshme me përmendje i fortit dobtin. Për shembull, më na thonë ju ashtu në filan takimi kryetarëve të shtetit u përmendsh ti, u lavdëresh ti, normal që gëzohesh. Lërë ma për Rabbul Alaminit. Pejgamberi alayhis salam kur e përmend këtë ajet thot Allah i lartësuar në hadith qudsi ilahi thot o robja in dhakarani fi nafsi, nëse robja përmend mu në vete, unë e përmend në veten tam, wa in dhakarani fil mal'a, nëse më përmend në një shoqëri, unë e përmend në një shoqëri më të lartë se ajo. Pra, një njeri i cili thot familjes thoni la ilaha illallah, thoni subhanallah, ja mon një ders shkurt, përveç se e merr shpërblimin e punëve të tyre, pas e pejgamberi sa më thot ad-dal ala al-khayr ka fa'ili, ai që e mëson dikon një të mirë, është sikur se vetë me vepru, përveç se e merr këto, bëhet shkak që ai njeri mu përmend prej Allahut Azza wa Jall para njerëzve. Bëhet shkak mu përmend prej Allahut lartësuar para melekve që gjenden afër tina. Ndaj dietarët thonë që i njohur të Allahu edhe të melekt edhe të banorët të qiellit është ai rob që përmend Allahun para njerëzve dhe bëhet shkak që njerëz me përmend ata. Kjo është jeta e pejgamberit alayhis salam
e ndërtunën mirënjohje, falënderim, adhurim, përkushtim, e që në nevojitet së cilit prej neve, ndaj mos dobësohëm pasi që shpërblimi madhështor, kushtot 100 herë nditje subhanallahi wa bihamdi, Allah ja falë gjunahet edhe nëse është sa shkuma e detit. A ka mundësi me perceptu mendja jonë se sa shkuma e detit? Jo. A ka mundësi me bëj gjunahe? Jo, s'ashtu. Po edhe në qëllë madhësi, Allah i falë. Dhe jo vetëm për thot pejgamberi sallam, nëse robi e arrin anën e sema, kupën e qiellit me gjunahe, pastaj kërkon falje, ja falje ola ubali edhe kujt si japi llogari. Këto janë shkaqe, stacione të pastrimit, të ngritjes në dunjë dhe të ngritjes tonë në ahiret. Zatën njeri për shkak të dhikrit o fjale dhe leximit Kuranit, Allah i dhe iqra o ratil lexo, që ke lexu në dunjë dhe ngritu deri tek ajeti i fundit që te e ke mësu o fjale, e ke jetësu në jetën tonë, e ke praktikuar në boft Allah për atyre që e përmendëm Allahun më në përmendje të madhe, në boft për atyre Allah që përmendëm në mëngjes, në bramje, për atyre që falun kur njerëzit flajnë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur erdhi në Medinë, fjalët e para që ja tha medinazve ishte ejuhen nas ifshu salam, o ju njerëz, jepni selam njëri tjetër, wa at'imu ta'am, dhe bëni shkak që njerëz me u ushqy, jepni sadak ushqim, wa sallu bil lejl, o nasun niyam, tadkhulun al janna bis salam, dhe falni në natën kur njerëz flajnë, se kështu keni më hinë xhenet, të ju dhonë me lekë të selam. Nuk është prej imanit që në pjesën e tretë natës veçanërisht ndimen, pasi nata është gatë dhe kena mundësi me pushu me flejt, në atë pjesë kur Allah zbret në qiellin e dunjas, e qëndron ndaj namaz sabat, mos më qut pak të 2 rekate me i falë për ta, andaj mënone shumë me qenë praktikus dijes, pasi veç kështu merr kuptim shpërblimin në ahiret, ndërsa dëgjimi pa praktik është argument kundra nesh. Allah na fal. Zatën kur Allah i përshkruan besimtarët në Kur'an thotë janë ata të cilët kur dëgjojnë yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana, mënon me praktiku mënyrën më të mirë. Kur të gjojnë ajet, hadith, këshill, ata mënohen me qenë prej praktikanëve. Zotin na falë, në mëshiroj deri në takimin tjetër. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.